bazë të ngjashme. Po du më në lidhë veç një sekund me profën, kur thëtë se gjuha Albin Kurtit ka qenë e vrajsh mirë, po ka qenë me këshyrën me analizu gjitha subjektet politike kam përdorë gjuhë vrajsh edhe në karshi Albin Kurtit, sa që veprimet e policisë të Kosovës, të cilat janë ndërmarrë në veriun e Kosovës, i kanë krahasu me veprimet të cilat kanë qenë kur është heq autonomia në Republikën e Kosovës. Pra, ato veprime që i kanë ndërmarrë policia e Miloševićit, policia terroriste e Miloševićit, pra e kanë krahasu me ato. Pra ka qenë gjuhë e vrasë, ka qenë gjithandej, jo vetëm me Albin Kurtit. Pra e kanë krahasu me Miloševićin, e kanë krahasu me bashkëpunëtorët e Serbisë, e shumë epitete tjera, kështu që unë mendoj se edhe me fakte është që nuk ka përdorur gjuhë vetë Albin Kurti, po ka përdorur gjitha subjektet politike, po mirë, po ka qenë, për mu ka qenë... Në rregull, unë pajtona me ty, kryeministri duhet me konë i majnë përgjithshëm, se është udhëheqësi i shtetit, sot partia vetëvendosja duhet me qenë ma përgjithshme se ka për detyrë kushtetuese me kriju qeverinë. Kanë përgjithësi, jo vetëm deputet. Jo, kanë përgjithësi, gjithë deputet. Përgjithësi kushtetuese dhe ligjore, po këta kanë ma shumë përgjithësi, se përgjithësia ndahet. E kanë 40 deputet, zoti Azani. Po, jo, përgjithësi kanë gjithë, përgjithësi kanë gjithë. Njëna i ka 24, tjetra i ka 20. Përgjithësia ndahet, dhe më thonë shkallë është përgjithësia, kryeministri, në detyrë edhe kryeministri ka përgjithësinë më të madhe në shtet. Me ligjin për qeveri dëmonë ke ka detyrat e kuvizume, pra dëmonë vetëm mos me met, po, absolutisht. Mirë, po sa i përket për mendimin tim, sa i përket themelimit ose konstituimit të institucioneve tashmë të kuvendit dhe qeverisë, pra kanë për detyrë gjithë. Dhe unë po referona edhe një herë se unë mendoj që është një letër perfekte e zonës presidente, edhe të ditë që është një juriste e shuar, pra 3 herë e ka theksu që duhet normat ligjore të interpretohen në frymën e daljes së zgjedhjeve nga kjo stat. Dhe në këtë mënyrë, nëse po arrin, duhet me arrit një konsenzus partit politike. Nëse shohim për shtrejnë çështje se ku apo na shpejt po shtroj edhe këtë çështje. Pra, në seancën e djeshme të kaluarën që u krye, formalisht duket se partia me madhe, vetëvendosja i kishte numrat për ta kaluar, sepse disa deputet u larguan dhe ajo kaluat me shumicë të thjeshtë. Ai nëse e hudh në votim 100 deputet, 52 kishte vetëvendosja, por nuk e kaloi. Pra, a ka frikë dikun çfarë po e pengon pra vetëvendosjen që ta kaloj nëse ja kanë lëshuar rrugën deputetët? Nuk mendoj se ka. Okej, se prova. Shiko, koncepti mos i kanë mbet kështu rezultatet. Këto rezultate që kanë mbet e kanë një domethënie. Domethënia që ka dhënë populli. Populli ynë është bukur, politik edhe inteligjent. 60% popullit ka ndalë në zgjedhje. Qëta tjerë që ka ndalë 40% është popull politik dhe partijak. Por ka aftësi, domethënë, të mendoj edhe politikisht. Kështu që populli i ka qenë mesazh partive politike në Kosovë se ju për me funksionu duhet me koalicion. Me bashkëpunu. Kjo është mesazhi politik të cilët duhet me kuptu këta gjithë, prej Albinit të poshtë, të Ramushi. Por nuk e kanë kuptu këto. Dhe tjetër, të minoritetet. Minoritetet janë barabartë. Pa marë parasysh sa vota i ke marrë të një zgjedhje, këtë ishë vetëm një votë e ki, deputetje. Si ai që i ka 200.000 vota, edhe ky që i ka 50 vota, ose 100 vota, 200 vota është një votë ka. Për të bërë qeveria, duhet me pas kvorum. Kvorumi është 61. Dhe më thonë, është 61. Mund është me pas 60 vota, vetëm një mas me qenë, së mund është me ba. Tjetër, se për këtë mentalitetit ose filozofisë politike të minoriteteve, ata nuk dëshirojnë me hi, dhe më thonë, në konflikt. Ata dëshirojnë me qenë neutral. Pjesa dërmuese e deputetëve minoritarë nga Prizreni, unë një personalisht, nuk janë të interesu me majtë krah. Për këtë arsye hezitojnë. Thonë, sepse nëse partitë opozitare që kanë qenë nuk e japin votën, është shumë vështirë me kriju qeverinë. A kupton se nuk janë unik ta.